Specialistët për sektorin e krimeve ekonomike dhe financiare të Drejtorisë Vendore të Policisë së Shkodrës, në bashkëpunim me specialistët e sektorit përkatës në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si rezultati i hetimeve të kryera me metoda proaktive në funksion të një procedimi penal në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin e koduar Network. Si rezultati i operacionit u arrestua në flagrancë shtetasit FP, 37 vjeç banues në fshatin Bajs, administratori i subjektit, LM 43 vjeç, BN 41 vjeç dhe NB 42 vjeç, të 3 banues në Shkodër. Nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas organizonin veprimtarinë kriminale të mashtrimit kompjuterik në këtë subjekt dhe drejtonin grupet e punojësve. Gjatë operacionit në ambientet e subjektit u kapën në flagrancë gjatë ushtrimit të aktivitetit 61 shtetas, për të cilët ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Ndërsa në ambientet e subjektit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 152 pajisje elektronike, kompjuter, laptop dhe pajisje të tjera të përdorura për ushtrimin e veprimtarisë, një shumë parash si dhe materiale të tjera me interes për hetimin.